Unë di shumë dakord me parafolsin në disa pika. Ndërsa, po ta shikojmë nga ligjore juridike, të shkarkohet një zëvendës ministër, së është kapur nga një person, ai nuk ishte anonim pasi doli me zë dhe me figurë, por të shkarkohet në atë lloj mënyre, për mua nuk është fare ligjore dhe fare normale. Unë nuk them që pirja duanit të lejohet në ambiente të mbyllura dhe do shërbej ky shembull për shumë të tjerë, pasi njerëzit e veshur me pushtet shpesh herë përfitojnë nga detyra që kanë për ta shkelur ligjin. Ligji nuk duhet shkelur, por të shkarkohet se ka pirë duan në ambiente të mbyllura, për mua është një shkelje ligjore. Dhe ish zëvendës ministri po t'i drejtohet gjykatës. Apo jo? Po, por ajo nuk është një vepër penale.